Mirëmëngjesi, njerëz të dashur, mirëmëngjesi. Unë sot do përgatis wafer për Elianës. Eliana ka një shoqe këtu. Si më jeni gdhirë, si jeni. Dua t'ju uroj për gjitha komentet e bukura, për gjitha mesazhet, keni të drejtë. Unë nuk kam kthyer përgjigje të shumë, sidomos Facebook, po të është 0 edhe të më falni se unë premte nisha me familje dhe telefonin se kam përdorur fare. Të shtunë pastaj shkova në punë, dije sot jam në shtëpi, edhe do përgatis këto për Eliana. Uroj që të keni një të diel sa më të bukur. Neve na duhen 2 vezë këtu. Megjithëse ajo ka ftuar shoqen edhe mi kërkoj, se neve ftojmë dhe shoqet tek shtëpia. Se lava pak duart edhe tani do t'i shtoj 2 lugë sheqer, jo shumë, se pastaj këto do t'i bëj me Nutella, me çfarë t'i duam. Edhe na vin shumë të ëmbla pastaj, nuk ka lezet. Dhe ju falenderoj që jeni gjithmonë me mua. Edhe më zbukuroni ditën të temperaturën. Ja, pasi sheqeri ka shkryer që veza vin një gjitha kështu, do t'i shtoj mielin dhe qumshtin. Po i shtoj një gotë qumësht. Dhe mielin do t'ja hedhim me mas. Unë nuk i kam bërë ndonjëherë kështu me mizur të themi, që kjo impastua nuk duhet të vijë as e hollë shumë dhe as e trash. Nuk e sita mielin që nuk vin kokë rrizo. Nja ka marrë dorën, qofse e do. Sot kam për të përgatitur 2 torta. Jo, me pak fjalë, njërën do bëj mafi, edhe tjetërën do bëj një tort. Akoma do t'jedhim me pak fare miu. Të them të vërtetë, mund t'jetë aty te me sy që është shumë, aty te 150-200 gram miu. Jo më tepër, që të rregulloni dhe juve. Atëre, unë kam vënë këtë në prizë, që të ngrohet. Tani do t'i shtoj edhe një lugë nga kjo, që është lievito peridol, që i thonë tu për ëmbëlsira. Edhe të razojmë gjithë bashkë, pjesa të në betë mirë. Juve si e kaluar ditën e një majtë, nga vajtët, nga s'vajtët, a u kënaqët, a s'u kënaqët, dhe një s'dashë. Besoj se edhe disa kam punuar, se jo të gjithë e kam punën që munden për një majtë festën e punëtorëve të rinë në shtëpi. Kush punon me sezone, me është të vërtetë. Edhe ja, si që thash, nuk do të vi as shumë e
Mund t'i shtoni dhe vanilje, nëse keni dëshirë. Unë vanilja më ka mbaruar, më ka mbetur vetëm është për portokall, po Eliana nuk më hatë. Edhe sot më duhet të blej një vanilje tjetër. Në Eliana të editua full. Edhe ja. Ma perché dice poi una cosa e poi pensa un'altra cosa? Sì. E mbyllim edhe presim derisa të bëhet. Edhe kështu vazhdojmë me radhë. Edhe ja, si dole. E kështu vazhdojmë procedurën me radhë derisa të mbarojmë. Ciao, ju baf mirë mëngjesi dhe shihemi më vonë.